Dasmë në BBV 4. Egli dhe Gjesti kurorëzojnë lidhjen brenda shtëpisë më të famshme. Mbrëmjen e sotme, në orën 20:30, ambientet e Big Brother VIP Albania 4 do të shndërrohen në një festë të vërtetë, teksa pritet të organizohet një dasmë simbolike mes dy finalistëve të shtëpisë, Egli Tako dhe Gjesti. Kjo ide erdhi pas një kërkese të veçantë nga Gjesti, i cili i kërkoi produksionit mundësinë për të kurorëzuar lidhjen e tij me Eglin në një ceremoni festive. Produksioni, si duket, ka pranuar me kënaqësi, duke përgatitur një atmosferë të veçantë për çiftin, me të gjitha elementet tradicionale që e shoqërojnë një dasmë shqiptare. Atmosferën muzikore do ta ndezin dy emra të njohur të muzikës popullore, Remzi dhe Nejat Osmani, të cilët do të sjellin emocion, hare dhe këngë dashurie për çiftin dhe gjithë shtëpinë. Por dasma nuk fillon pa ahengun klasik që e paraprin. Pak orë para ceremonisë, finalistët Rozana Radi, Laerti, Egli dhe Gjesti janë përfshirë nga ritmi dhe hareja, duke kërcyer nën tingujt e Artiola Toskës. Këngëtarja tiranëse i ka bërë një dedikim të veçantë nusës së darkës, Eglit, duke kënduar këngën tiranëse në ndër të origjinës së saj. Mbetet për t'u parë se çfarë do të sjellë kjo mbrëmje e veçantë dhe çfarë surprizash ka rezervuar produksioni për çiftin simpatik.